Zoti Softa më lejo të prekim edhe tjetër çështje për ta mbyllur. Pak ditë më parë ndodhi një vrasje në Tiranë, një grua palestineze. Fillimisht u tha që e vrau personi që e shoqëronte ishte i dashuri i saj, më pas babai, pra dilema dhe misteri vazhdon edhe për pistat. Ju në informacionet tuaja ose nga rrjedha logjike, çfarë mendoni, çfarë ka ndodhur? Të paktën në referuar disa mediave, kryesisht ka qenë një artikull në një media të Hollandës, është shprehur që babai ka pasur konflikte dhunë ndaj vajzës për shkak të një jete disi jashtë normales në raport me besimin e tyre fetar. Pra, ajo ishte më e lirshme dhe si e tillë kishte pësuar dhe një divorc, ku nga ky divorc kishte edhe 3 fëmijë. Ardhja në territorin shqiptar duket si e dedikuar, sikur vjen dhe një pjesë tuaj dhe kanë filluar vinë territore për të bërë krime, dhe momenti i ndodhes krimit nga babai mund të jetë një konflikt i çastit apo i programuar për të ardhur këtu në territor, dhe dyshohet që sipas tyre mund të jetë përdhunuar dhe pastaj është bërë dhe vrasja e vajzës. Kjo ngelet për të parë sepse ka një grup hetimor, do të jetë një ekspertizë mjekoligjore, e cila do të përcaktojë gjithë dyshimet e mundshme dhe mund të përcaktojë apo jo shkaqjet e mundshme të çfarë ka ndodhur, nëse ka pasur dhunë, nëse ka pasur abuzim seksual me vajzën, apo kanë qenë të bartura dhe kjo ardhje e qëllimshme ka qenë vetëm për ta eliminuar. Po prapë e çuditshme, babai të vi deri në Shqipëri për të realizuar një vrasje, dhe mendoj që kamrat të cilët janë sot në duart e hetimit, dhe nëse mund të ketë dhe një person të tretë, po nëse do të kishim person të tretë, mendoj se nuk do të jetë në një pistë e mundshme, se pista do të jetë vetëm midis babait dhe vajzës. Pastaj largimi i tij nga territori, njollat që janë tharë gjakut, koha për cilën ka ndodhur vrasja që duhet përcaktohet, largimi i tij mendohet nga Greqia apo nga territori toksor, dhe largimi i tij dhe mendohet se mund të jetë në territorin e Hollandës, atje ku mund të ketë gjetur shtrenjtë. Zoti Softa, faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit.